Treguesi ndjesisë ekonomike u rrit lehtë me 0,6 pikë në muajin mars. Sipas të dhënave të fundit nga Banka e Shqipërisë, rritja u ndikua kryesisht nga përmirësimi i besimit në sektorin e tregtisë. Në të kundërt, treguesit e besimit në sektorët e tjerë të ekonomisë kontribuan negativisht, por niveli aktual qëndron rreth 8 pikë mbi mesataren. Treguesi i besimit të industrisë ul me 2,4 pikë përqindje në mars, pas një periudhe 5 mujore rritje. Rezultati u ndikua nga vlerësime më pak optimiste të bizneseve për prodhimin industrial, si dhe bërëcurinë e kontratave porositëse nga eksportet, ndërkohë pritjet e bizneseve për çmimet në të ardhmen janë rritur ndjeshëm këtë muaj. Treguesi i besimit në ndërtim ul me 4 pikë përqindje në mars, por niveli i tij është rreth 6 pikë përqindje mbi mesataren historike. Në rezultatin e mësipër ndikuan vlerësimi i bizneseve për aktivitetin ndërtues dhe porositë aktuale. Pritjet për çmimet në të ardhmen regjistruan rritje të theksuar këtë muaj. Treguesi i besimit në shërbime ul me 0,5 pikë përqindje, ndikuar nga rënja e lehtë e vlerësimit të bizneseve për nivelin e kërkesës dhe ecurisë aktuale të biznesit të tyre. Pritjet e bizneseve për çmimet në të ardhmen janë rishikuar ndjeshëm për lart. Treguesi i besimit në tregti u rrit me 7,6 pikë përqindje në mars, ndikuar si nga vlerësimet optimiste të bizneseve për ecurinë aktuale të shitjeve, ashtu edhe nga pritjet e bizneseve për nivelin e punësimit në të ardhmen. Njësoj si në sektorët e tjerë, pritjet për çmimet në të ardhmen shënuan rritje të theksuar. Ndërkohë, treguesi i besimit konsumator ul me 2,1 pikë përqindje, ku ndikuan ulja e pritjeve për gjendjen e tyre personale financiare, si dhe situatën ekonomike në të ardhmen. Në të kundërt, situata e blerjeve të mëdha regjistroi përmirësim duke dhënë kontribut pozitiv. Të dhënat me frekuencë tremujore tregojnë se norma e shfrytëzimit të kapaciteteve është ulur në sektorët e industrisë, ndërtimit dhe shërbimeve, ndërsa është rritur në sektorin e tregtisë gjatë tremujorit të parë.